Kryetare, ndodhemi në ditën e 4. Vlora vijon të ketë probleme me furnizim me ujë të pijshëm. Cili është problemi? Çfarë zgjidhje është menduar nga ana e bashkisë dhe ujësios kanalizimeve bashkë dhe cila është zgjidhja për furnizimin e qytetit dhe qytetarëve me ujë të pijshëm? Mendoj që nuk është momenti tani të ndajmë përgjegjësitë, por dy gjëra, duke qenë se bashkia nuk ka varësi ndaj ujësjelësit, pra ujësjelësi për 2 vjetësh i ka kaluar në administrim Agjencisë Kombëtare të Ujësjelësve, por nuk është momenti tani që të dalim në përgjegjësi, momenti është tani të menaxhojmë një fatkeqësi natyrore që her pas here në periudha intensive edhe me juve kemi komunikuar që kjo fatkeqësi natyrore e kaluar prej vitesh dhe ka dhënë këtë lloj defekti serioz, ka pasur një angazhim serioz, edhe patjetër bashkia ka munduar të suportojë pjesën e menaxhimit të zgjidhjes, edhe lajmi i mirë sot është që testimi ka rezultuar pozitiv në provën e fundit që është bërë dhe një pjesë e qytetit, pra pjesa e Lungomarës me një presion minimal për të mos rritur nivelin e riskut që të na çdoj përsëri prova, derisa të bëjmë zgjidhjen përfundimtare që është shumë shpejt. Zgjidhja përfundimtare me pjesën origjinale që i duhesh pjesës së tubit që është përdorur në këtë, kemi filluar të japim pjesës së Lungomarës dhe një pjesë të vogël të lagjeve. Pastaj pompat në këtë testimin gradual do të fillojnë të furnizohen pjesë të veçanta të qytetit, por dua të theksoj që në qytet operojnë mbi 15 bote ujë. Megjithatë do të ketë një analizë duke qenë se normalisht është 4 ditë pa ujë qyteti është goxha problematik. Do të ketë një analizë, nuk ka patur pjesë shtesë. I nderuar, kjo është një analizë që i takon ndërmarrjes së ujësjelësit që ka një menaxhim, pa diskutim një menaxhim, po siç e dini, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelësit është njeriu që ka ndënjur 72 orë së bashku me stafin e bashkisë, 72 orë bashkë me disa punonjës, të cilët 40 orë pa ndalim janë në atë thellësinë aty që është e mbushur dhe me ujë në kushte të vështira për shkak të pozicionit gjeografik që ka ky tub. Qytetarët sot do të vazhdojnë me bote deri në zgjidhjen përfundimtare? Lajmi i mirë është që ne arritëm të gjejmë pjesën dhe kuptohet që në gjithë rajonet e Ballkanit kemi kontaktuar në gjithë rajonet e Ballkanit që pjesa nuk është gjendur. Lajmi i mirë është që pjesa është gjendur dhe është duke arritur në aeroportin e Rinasit. Faleminderit.